Nata çerek finale, Ferma VIP 2 e transmetuar mbrëmjen e së premtes në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, solli emocione të forta, përballje të ashpra dhe surpriza prekse. Mbrëmja e 22 e spektaklit kulmoi me shpalljen e Big Bustës si finalisti i tretë i këtij edicioni. Ndryshe nga netët e mëparshme ku emri i finalistit zbuloi përmes një zarfi, këtë herë vendimi i Agait ishte që nëpërmjet një pishtari zjarri në arenën e jashtme të shfaqej emri i konkurrentit që do të shkonte drejt finales së madhe më 20 qershor. Pas një momenti ankthi mes Big Bustës dhe Anduelit, si një nga televotimet më të forta, Big Busta u konfirmua si fermeri që do të garojë për çmimin prej 100.000 eurosh. Faleminderit gjithë qytetarët, faleminderit gjithë që keni besim të unë, faleminderit edhe Anduelit për... Ndërkohë Andueli e pranoi me sportivitet këtë vendim të publikut, teksa tregoi vendosmëri për të vazhduar garën. Unë absolutisht do ta vazhdoj rrugtimin dhe patjetër do ta marr kokën lart. Pjesa tjetër e mbrëmjes solli sfida vendimtare. 4 të mbeturit në garë, Elinara, Andrea, Ylli dhe Andueli, do të duhet të luftonin sërish. Një sfidë shpejtësie caktoi fatin e fermerëve. Të ndarë në grupe dyshe, ato do të duhet të sfidonin njëri tjetrin duke treguar shkathësi dhe shpejtësi. Në përballjet e zhvilluara, Elinara humbi ndaj Yllit, ndërsa Andrea u mposhtë nga Andueli. Si pasojë, Elinara dhe Andrea kaluan në një televotim ku njëri prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara ditën e hënë, duke humbur mundësinë për të shpallur fitues i këtij edicioni. Votoni për fermerin që dëshironi të vazhdojë rrugtimin e tij për... Ndërkohë Ylli dhe Andueli vazhdojnë rrugëtimin drejt finales. Në sfondin e tensioneve, mbrëmja solli edhe momente prekse. Elinara, një prej konkurrentëve më të komentuara, ndau me publikun historinë e jetës së saj, që nga fëmijëria, familja, internimi në lushnje e deri tek martesa. Për fatin e keq, vitin që kam ardhur unë jetë, familja ime u internua. Rrëfimi i saj u pasua nga një surprizë emocionuese, teksa motra e saj e vizitoi në dhomën e njëshit. Ferma VIP 2 po i afrohet kulmit, ku çdo natë sill përballje të forta, emocione dhe garë. Finalja e madhe pritet me padurim më 20 qershor, ku do të zbulohet fituesi i çmimit të madh.